Jemi sërish bashkë, në këto momente do të shkojmë në Greqi, atje na pret gazetari i njohur Edmond Guri, njëkohësisht edhe kryetari i diasporës shqiptare në Greqi. Përshëndetje dhe urime për këtë pozicion të ri. Zoti Guri. Fjori, faleminderit për ftesën. Çfarë do të ndodhë me diasporën shqiptare në Greqi tashmë? Është një lajm i mirë sepse më në fund mastrisë për vetë shqiptarët jo vetëm janë organizuar, kanë pasur deri më sot organizime, por diaspora përbën një fakt të ri sepse kalon një stad tjetër, është konfederat, është shkalla 3 e nivelit më të lartë përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, gjë e cila na jep dhe përgjegjësinë për të qenë të denjë për një përfaqësim dinjitos, kryesisht ndaj administratës greke, qeverisë greke, politikës greke, shtetit shqiptar, por sigurisht edhe Bashkimin Evropian, për të dëgjuar zëri shqiptar jo thjesht si zë emigrantët, por si qytetarë të denjë të shoqërisë greke dhe të asaj evropiane, dhe aq më tepër të integrimit të shëndetshëm në shoqërinë greke dhe shoqërinë evropiane. Ju uroj shumë suksese. Faleminderit. Dhe me që jemi tek shqiptarët, një tragjedi e më shumë se 2 vite më parë, pa diskutim që ka lënduar edhe familjet shqiptare, sepse mes viktimave në tragjedinë e Tempit, ka patur edhe shqiptar, madje babai i njërit prej viktimave është kthyer edhe në një simbol të rezistencës, të revoltës dhe të kërkimit të drejtësisë nga shteti grek, ndërkohë që pas thuajse gati 3 vitesh nga kjo tragjedi, ka nisur edhe gjyqi, një gjyq që ka nisur me shumë tensione dhe që duket se po shkakton një reagim të jashtëzakonshëm. Tragjedia e Tempit për qeverinë një aksident hekurudhor, pra i shkaktuar nga punonësit e administratës lokale, të drejtuesve të stacioneve hekurudhore në Lajsa dhe në disa pika tjera, por nga ana tjetër për opozitë dhe më tepër për pjesëtarët e familjeve të viktimave, akt kriminal, fjalë rënd, por kështu ata e konsiderojnë si vrasje, një histori e cila përtej dhimbjes së familjarëve është kthyer në një breng për shoqërinë dhe një plag tashmë e shoqërisë e cila fatkeqësisht në vend që të mbulohej apo të merrte dinamikën që takonte, respektin që takonte në të gjitha format, qoftë nga ana administrative apo më tepër dhe drejtësia, duket që të dy palët nuk pajtohen, nga ana e saj që politika greke vazhdon të anëtemojë madje me shumë mosprofil dhe në shumë raste, madje mjafton të përmendim faktin që është denoncuar si skandal tashmë që janë hedhur 1.5 milion euro për rregullimin e një salle, e cila në fakt nuk është bërë asgjë tjetër brenda, përveç se janë shtuar vetëm disa karrike dhe është bërë një mundars, pra 1.5 milion euro për një sallë e cila ishte ekzistuese dhe nuk u shtua diçka e re. Nga ana tjetër, mënyra dhe formati që po aplikohet lë shumë për dëshiruar dhe ka ngjallur shumë zëmrim si tek pjesëtarët e familjeve, si tek palët e implikuara, si tek pala e akuzës, si tek pala mbrojtje, por edhe tek shoqëria greke që pritet protesta të tjera siç ndodhi në rastin e zotit Pano Uruçi, i cili me të cilin u solidarizuan me mijëra qytetar grek. Zemrimi i opinionit publik sa vjen edhe shtohet, për vetë faktin se përtej tragjedisë së Tempit ka zemrim në opinion përveç ka për skandale të njëpasnjëshme. Pano Uruçi është një figurë emblematike tashmë, i cili është jo sulmuar jo rrallë herë, madje edhe ditën e djeshme ai ka qenë në plan të parë duke u sulmuar nga gjitha mediat, kryesisht ato pro-qeveritare apo nga vetë forcat politike, të cilët madje shumë figura politike se kanë më as pak problem të shajnë apo të ofendojnë apo aq më tepër të anatemojnë figura të ndryshme dhe gjë e cila është një risi në politikën greke që nuk është hasur prej dekada të pakën për 3 dekada gjysmë që unë jam në Greqi. Sepse shpesh në mediat greke thuhet që Pano Uruçi po përdoret nga, le të themi, grupe të caktuara politike për të fituar pikë dhe po përfitojnë nga një tragjedi e madhe e cila krijon pa diskutim edhe zemërim tek qytetarët. Duke kaluar tek identiteti që është është një shkelje e parimeve, sepse ai vërtet mund të jetë me origjinë shqiptare, por shtetas grek, shtetas evropian, kështu që në drejtin e tij askush nuk mund të anatemojë, askush mund të asumojë, sepse nuk ka rëndësi origjina, por ka rëndësi e drejta dhe kushteti është demokratik, është i barabartë për të gjithë. Në këtë kontekst, mediat e djatha kryesisht dhe figura politike e sulmojnë ato duke i përmendur origjinën shqiptare apo gjithsesi është një situatë e cila faktikisht lë shumë për të shuar dhe fatkeqësisht nuk i shkon për shtat Greqisë, aq më tepër drejtësisë greke.
Dhe ndërkohë, le të themi që Greqia mbetet një vend shembull për sa i përket protestave, nuk ngurojnë qytetarët grek që të protestojnë ndaj çdo padrejësie, ndaj çdo kërkese që kanë siç ka ndodhur edhe me protestat e fermerëve. Jo më larg, para pak kohësh në Athinë u mbajt një protest kundër dhe për të dhënien e drejtësisë të aksidentit të Tempit, një protestë e cila ishte dhe kjo shumë masive, pra ishte për masave të papara vitet e fundit dhe mjafton për të faktin që zemrimi në popull është aq i madh sa të gjithë u mblodhen vetëm ndërmjet rrjeteve sociale, sepse mediat në Greqi nuk e promovuan dhe nuk i dhan atë fokusin dhe rëndësinë e tur, siç ndodhi në të kaluarën kur në shes gati dolën 5 milion qytetarë grek si në Greqi dhe jashtë Greqisë. Në këtë radhë, të paktën sidomos siç edhe raportuan në disa media apo edhe vetë policia, u përllogaritën që 100.000, më shumë se 100.000 qytetarë grek dolën në shesh për të protestuar për drejtësi në mbështetje të familjarëve dhe kryesisht për dhënie drejtësi për këtë tragjedi kaq të madhe, që tashmë është një plag që rëndon në drejtësinë greke, në demokracinë greke dhe tek vetë opinioni në Greqi. Dhe për të mbetur pak tek lajmet e kronikës, duket që Greqia në këtë drejtim nuk gjen paqe. Kemi dëgjuar lajme nga më të tmerrshmet, një tjetër ngjarje horror ka ndodhur, të paktën kështu e cilësojnë mediat greke, nëna dhe vajza janë gjendur të dekompozuara brenda apartamentit të tyre. Çfarë ka konstatuar prokuroria dhe në ç'pistë janë fokusuar hetimet? Është një histori tjetër e cila dhe ajo ka shënuar opinion publik, jep dy aspekte të kësaj shoqërie ku jetojmë, është indiferentizmi, sepse dekompozimi i tyre do thotë që pasi është bërë krimi askush nuk i interesuar për ata, pra u la në harres dhe nga ana tjetër shkaqet dhe autori ose autorët të këtij krimi apo nëse shkaqet kanë qenë diçka tjetër. Kjo po hetohet, nuk ka një pistë të hapur. Disa media kanë raportuar që mund të jenë mund të kenë qenë në varësinë e lëndëve narkotike, disa thonë që ka dorë të tretë nga të afërm për shkak të pasurisë, por gjithsesi këto janë hipoteza që nuk është e qartë për momentin, thjesht hipoteza dhe pista hetimit, të cilat hetuesia po i kërkon, por në çdo rast, siç dhe ti e the, është vërtet shumë shokuese kur dy persona dekompozohen në shtëpi dhe askush nuk interesuar për ta, pra shoqëria greke një shoqëri kaq e popularizuar, kaq miqësore, kaq sociale papritur shfaq simptomat e një shoqërie indiferente. Dhe një fenomen i pazakont ka pushtuar Greqinë, sidomos Kretën, pluri afrikan ka përfshirë ishujt grek. Çfarë po ndodh? Sepse është një fenomen që është përcjell në të gjitha mediat ndërkombëtare. Është një fenomen që është i njohur në Greqi, nuk është hera e parë, pra e kemi hasur në vitet e kaluara, por dinamika e kësaj radhe merr atë termin që siç u parashtrohet në mediat ndërkombëtare dhe ne pam këtu nga shumë vite dhe miqtë tanë që jetojnë në ishullin e Kretës, ishte vërtet apokaliptike. Qielli u ngjyros kuq nga një rëre nga stuhia afrikane, si të njihet, por jo vetëm kaq, ishte aq e dendur sa që të krijonte një ndjesi frike të merri, sepse sigurisht kur nuk je ambientuar dhe nuk je e njohur me fenomene të tilla, sigurisht që janë një shqetësim. Fatmirësisht autoritetet lokale dhe qendrore njoftuan qytetarët duke qetësuar me mesazhe dhe me të gjitha informacionet e duhura për këtë dukuri. Nga ana tjetër, ishte aq e dendur dhe aq e fortë kjo histori dhe aq e gjerë sa që gjatë natës ajo arriti deri në Athinë dhe përderisa Greqia aktualisht në ndikimin e një stuhie të madhe, u ndjedhe në Athinë dhe ka ardhur në Athinë dhe në Resh kemi shumë shi me të themi apo me rër afrikane. Vijojnë këto lloj kushtesh atmosferike në Vijon ende me intensitet të lartë. Çfarë thonë meteorologët? Është një dukuri e njohur, dukuri që pritet sepse zakonisht Greqia duke qenë që është në meze dhe afër Afrikës, shpeshherë gjithmonë erat e forta apo site e forta krijojnë dhe sjellin rër nga Afrika, gjë e cila shpeshherë shkakton dhe simptoma të themi viruzale, të cilat ndikojnë tek qytetarët apo ata që kanë probleme me shëndetin, kryesisht me astmën apo fenomene të tjera. Po gjithsesi ishte shumë e theksuar ditë e djeshme reja e ardhur nga reja afrikane nga ishullin e Kretës. Dhe ndërkohë do të flasim për politik, duket se qeveria Mitsotakis po
Po përjeton një periudhë, le të themi, tejet të vështirë, nuk kanë fund të lashe dhe tashmë kanë ardhur kërkesa për arrest ndaj 11 deputetëve. Përsa i përket abuzimeve me fondet e IPARD, abuzime për cilat ne kemi diskutuar edhe më parë, një skandal i vërtet në Greqi është abuzuar me miliona euro. Ne kemi trajtuar edhe në të kaluarën bashkë, sepse unë jam referuar burimeve dhe aq më tepër dikurisht diplomatike sot janë të hapura dhe më pas ato morën në formën e mediave, që ky skandal nuk do të ndalonte këtu, ky skandal do marrë për masa tjetër, sepse që nga momenti që në hetim është përfshirë Prokuroria Evropiane, sigurisht që nuk do të qëndronte këtu, sepse po të ishte për Greqinë do ishte mbyllur kjo çështje, nuk u mbyll. Ajo që bën më shqetësuese në fakt gratë dhe është më tronditse, duke u pranuar nga vetë zëdhënësi i qeverisë, i cili për herë të parë pranoi publikisht duke thënë që po, ka një hetim shumë serioz dhe një zhvillim shumë serioz lidhur me hetimin e Prokurorisë Evropiane, ku përfshihen të paktën 11 figura shumë dinamike të demokracisë re, ku vetëm 11 prej tyre janë ministra apo ish ministrat e kabinetit Mitsotakis, pra që sjell në pozitë shumë të vështirë politike, administrative, por dhe penale qeverinë në këtë kontekst të hetimit të Prokurorisë Evropiane. Dhe po të shtojmë edhe të faktin që, siç pohoi vetë kryeprokurori Evropiane, kërcënimin që ajo mori dhe ndërhyrje nga një zyrtar shumë i lartë me origjinë greke në Bashkimin Evropian e bën edhe më të vështirë dhe e komplekson shumë më tepër të gjithë situatën. Pra, aktualisht politikisht Qeveria Mitsotakis është një pozitë shumë të vështirë, të gjithë mediat, të gjithë opozita tashmë po trajtojnë këtë çështje, emrat e parë kanë filluar të dalin këto ditë, madje përfshihen emra shumë të njohur të politikës greke. Mjafton të përmendim nëse mund të themi është zoti Ciarat, duke referuar mediave, Kefalojani, Arabaxhi, Karamali, pra ish ministri i cili është konsideruar si përgjegjës për çështjen e aksidentit të Tembit, Varxopoulos, Skrekas, një figurë shumë dhe shumë pranë kryeministit, Mitarakis, gjithsesi shumë figura të cilat vërtet janë në më të themi rreth i ngushtë i kryeministit Mitsotakis, sigurisht kanë qenë zot ministrat dhe ministrat të kabinetit qeveritar. Janë kërkuar zgjedhje të reja nga opozita, pavarësisht se opozita nuk është në, le të themi, në kushtet e saj më të mira sot. Nuk kemi një opozitë greke të konsoliduar pavarësisht tentativave. Ditën e djeshme ka patur një lajm të tillë, ishte një paraprit ose një informim për të patur një reagim nga vetë kryeministri Mitsotakis, i cili e mohoi në mënyrë kategorike shkuarjen e vendit në zgjedhjet parakohshme, pavarësisht kësaj valet të re dhe dinamike, pritet për të parë, duket qartë që disa figura shumë të larta, kryesisht zëvendës kryeministri, ministri i shëndetësisë dhe figura të tjera të politikës greke që janë pranë Mitsotakit, nuk kanë shprehur indinjat, madje përkundër se kanë kaluar në ofensiv, duke e quajtur si diçka normale, duke thënë që nuk është hera e parë që vijnë nga prokuroria hetime për deputet apo ministra që janë akuzuar. Çfarë ndodh me imunitetet e tyre? Duket se nuk ka. Kjo është një pikë pyetje, por nëse shikojmë dhe marrim për parasysh aktakuzën e parë, pra raportin e parë të prokurorisë për heqjen e imunitetit të dy ish zëvendës ministrave, zot Voridi dhe një ministër tjetër, të cilët nuk i hoqi imuniteti dhe në këtë rast të paktën siç duket dhe nga sinjalet e para nga deklaratat politike duket që nuk do të ketë heqje. Pra pritet për të parë. Kjo varet nga betejë që japi opozita greke, varet nga presioni evropian, kryesisht këmbgulja e prokurorisë evropiane, por dhe vetë politikës greke nëse do të është e gatshme apo është në standardin e duhur, në nivelin e duhur për të dhënë një dinamik tjetër drejtësisë në Greqi, aq më tepër përfshirjen e figurave më në fund për të dhënë llogari për skandalet e mëdha. Dhe në fund doja një koment tëndin, Edmond, në lidhje me konfliktin në lindjen e mesme. Çfarë qëndrimi po mban sot Greqia? Ne dim aleancën e saj me Izraelin, dim edhe tensionet e hershme me Turqinë, dim që Turqia po kërkon të faktorizohet duke u kthyer në lider të lindjes së mesme. Cili është pozicioni Greqisë, sidomos pas kërcënimeve të Trump që po shqyrton seriozisht mundësinë për të dalë nga NATO?
Greqia lidhur në përfaqësimin e saj në arën ndërkombëtare ka një strategji shumë të mirë menaxhuar, e cila nuk kalon thjesht në spektrin politik, por kalon diplomatik dhe ushtarak, pra është e mirë menaxhuar, mirë trajtuar dhe e mirë koordinuar. Në këtë kontekst, politikisht bëhet shumë kujdes në deklaratat që bëhen nga të gjitha figurat politike, kryesisht vetë presidenti i Republikës, kryeministri grek dhe ministri i jashtëm që janë tre figura të kyçe në këtë fushë, por në ana tjetër në atë ushtarake dhe në atë diplomatike ka një ofensiv dhe një gatishmëri të plot ku Greqia është e përfshirë ose në mënyrë direkte ose në mënyrë indirekte, siç ne kemi thënë në të kaluar, por ajo që vjen ditët e fundit është lëvizja diplomatike që po bën Greqia si në ministri i jashtëm grek, por dhe ministri i mbrojtjes, duke zhvilluar një sër takimesh në lindjen e mesme si në Libi, në Siri apo në vende të tjera për të Ka kryer një panik në Greqi? Nisur nga tentativat që ka patur për të sulmuar bazën ushtarake amerikane në Kret? Ka shqetësim, por jo panik, sepse Greqia është një vend i mbrojtur ushtarakisht si nga mbretëra e NATO-s, por edhe vetë si ushtria greke është një ushtri e cila vitet e fundit ka blerë dhe është e pajisur me sisteme të sofistifikuara të mbrojtjes kundrarore, kryesisht për raketet balistike apo dhe të mjeteve tjera sulmuese. Të falenderoj shumë Edmond. Faleminderit për lidhjen edhe për të gjitha lajme dhe opinionet që përcolle për ne, edhe një herë urime për pozicionin e ri, të uroj shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit. Do të kalojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.